Shikues të ABC News ju përshëndes, jemi së bashku në edicionin e mesditës, nisi me lajmet së gjatë një operacioni në Dibër për arrestimin e një personi në kërkim ndërkombëtar. 2 efektiv të forcave shqiponja u rrëzuan nga një lartësi duke mbetur të plagosur. 2 policë dyshohet se janë shtyrë nga personi që do të arrestonin duke u rrëzuar nga një mur rrethues i banesës. Njëri nga efektivët, Gentian Meda, është dërguar në gjendje të rëndë në spitalin e traumës, ndërsa 35 vjeçari Klodian Llomi është arrestuar. Një efektiv i forcave shqiponja është plagosur gjatë një operacioni në Dibër për arrestimin e një personi të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Uniformat blu tentonin të hynin përmes murit rrethues të shtëpisë, ku fshihet Klodian Llomi në Maqellar, dhe dyshohet se 35 vjeçari ka shtyrë 2 oficerë që janë rrëzuar nga muri. Njëri prej tyre, Gentian Meda, është lënduar rënd pas goditjes në kokë e disa pjesë të tjera të trupit dhe është dërguar me helikopter në spitalin e traumës në Tiranë. Burime nga ky spital thonë se polici, 45 vjeçar, është jashtë rrezikut për jetën dhe po mbahet në monitorim nga mjekët. I lënduar më lehtë ka mbetur edhe polici tjetër, Bilal Gjapi. Klodian Llomi, i njohur edhe me mbiemrin Mazari, ka bërë rezistencë, por është arrestuar nga policia. 35 vjeçari ishte në kërkim ndërkombëtar për llogari të drejtësisë italiane. Ajo e kishte dënuar shqiptarin për vepra penale, organizat kriminale, shfrytëzim prostitucioni dhe trafikim i lëndëve narkotike. Nga dënimi i kanë mbetur për të vuajtur edhe 6 vite e 7 muaj burg. Mazhoranca nuk do të ndryshojë numrin 11 të komisioneve parlamentare të miratuara në fillim të kësaj legjislature. Në draftin e ri të rregullores së Kuvendit, për të cilin po punohet pas vendimit të kushtetueses, socialistët parashikojnë vetëm përgjysmimin e kohës së diskutimit për projekt ligjet në Kuvend dhe futjen me procedurë të përshpejtuar të gjitha projekt ligjeve që i shërbejnë për afrimin të legjislacionit me Bashkimin Evropian. Një javë më parë, gjykata kushtetuese tha se Kuvendi nxitoi dhe nuk respektoi afat kur miratoi rregulloren dhe ndarjen e re të komisioneve. Pas vendimit gjykatës kushtetuese, mazhoranca socialiste ka hartuar draftin e ri për rregulloren e Kuvendit. Sipas draftit Partisë Socialiste, numri i komisioneve nuk do të ndryshojë, duke propozuar sërish 11 komisione të përhershme parlamentare me të njëjtën emërtesë si më parë. Në draftin e ri, socialistët kanë sjellë dhe disa ndryshime të reja. Kërkohet ulja e minutazhit të fjalimeve të ministrave dhe deputetëve në Kuvend gjatë diskutimit të projekt ligjeve, nga 10 minuta që kanë aktualisht në 5 minuta. Nga ana tjetër, Partia Socialiste kërkon që në kuadër të negociatave me Bashkimin Evropian, të gjitha projekt ligjet që synojnë për afrimin e legjislacionit shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Evropian të shqyrtohen me procedurë të përshpejtuar në Kuvend. Me rregulloren e re, vjetre se socialistët kërkojnë fuqizimin e rolit mikqyrës së Kuvendit në raport me institucionet e tjera. Komisioni për nismat qytetare, bashkëpunimin dhe mbikëqyrjen institucionale do të ndjek realizimin e procesit të kontrollit post-legjislativ të ligjeve të miratuara nga Kuvendi dhe mund të organizojë seanca dëgjimore publike me ministrat qeverisë, përfaqësues të institucioneve shtetërore, shoqërinë civile apo grupe të interesuara. Me 23 shkurt, gjykata kushtetuese konstatoi shkelje dhe nxitim në procedurën e ndjekur nga shumica në miratimin e strukturës së re të Kuvendit për të shtuar komisionet e përhershme parlamentare. Gjykata me shumicë votash urdhëroi Kuvendin të bëjë edhe një herë ndarjen e komisioneve parlamentare brenda 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të vendimit. Kushtetuesja nuk preku ndarjen e komisioneve, e cila mbetet sërish kompetencë e legjislativit, por bazuar dhe kërkesës së deputetëve demokrat që bën ankimimin, tha se në diskutime duhet të ishin përfshirë edhe deputetë të opozitës. Këtë rast, socialistët vinë me një propozim më të zgjeruar për rregulloren e Kuvendit, ku përveç se numrit të njëjtë të komisioneve, sjellin dhe ndryshime të reja, kësaj radhe pa nxitim, dhe për të diskutuar me opozitën në parlament para se të votohen në seancë plenare. Në një kohë kur gjykatës lirojnë dhunuesin, ndërsa dhunuesi më i madh fizik dhe verbal qëndron në krye të opozitës, komuniteti LGBT dhe shoqata agrave thonë se rreziku më i madh në parlament është zgjedhjen e Caushi. Një numër shoqatash të mbrojtjes së të drejtave të grupeve të diskriminuara si gratë, komuniteti gay dhe Altin Hazizaj kanë marrë në mbrojtje Gazmend Bardhin nga sulmet e deputetes së Roskovecit. Kjo duket si përpjekje për të kompensuar reagimin e fortë ndërkombëtar kundër dhunës vandale në qendër të ish-bllokut nga grupi i zjarrit i Partisë Demokratike që veprojnë me urdhra politik nga kupola e Partisë Demokratike në majtës së cilës shkëlqen edhe Gazmend Bardhi. Rrethimi ndërkombëtar kundër qeverisë së narkotrafikut u mbyll, pasi Partia Demokratike izoloi ndërkombëtarisht Edi Ramën, pasi ndryshoi qeverinë, pasi mbështeti Skapin, tani ja tregoi vendin edhe deputetes më të rrezikshme të Kuvendit,
Zegjinet Caushit. Ti erdhe në fier vetëm për të pirë gjini o yll bote. Atje në 2 të natës e për të shkëlqyer syt Zixa, qa të bëri Roskovici dashur Gazo kur dole në pazar. Ike më përpara se sa të vije. Ti ylli i fierit, për këto do të mbahesh më në fier. Tu duhet i ishte Genti me Zana Numanin, e jo ti ylli i fierit. Një koalicion i gjerë i mbrojtjes së të drejtave të grave dhe komunitetit LGBTI kanë bashkuar forcat për të mbrojtur Gazmend Bardhin. Në një letër drejtuar Byrosë së Kuvendit, 17 organizata, përfshi Aleancën LGBTI dhe ambasadën Pink, kërkojnë t'i të riqet vërejtje Zegjinet Caushit, për shkak se me komentet e saj ka fyer dhe denigruar kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Kjo shkresë lidhet me zhvillimet e seancës plenare të datës 19 shkurt, gjatë së cilës deputetja Zegjinet Caushi përdori gjuhë fyese dhe denigruese ndaj kryetarit të grupit parlamentar, zotit Gazmend Bardhi, duke përdorur shprehje që cënojnë dinjitetin personal dhe bien ndesh me standardet e komunikimit parlamentar të parashikuara në aktet rregullatore të Kuvendit. Në fakt, historia mes 2 deputetëve, socialistes Zegjinet Caushit dhe demokratit Gazmend Bardhit, po mbush një vit prej fushatës elektorale të zgjedhjeve të 11 majit në Fier. Komentet e Zegjinet Caushit, ndonse ironike, përballë një burri, janë më tepër komplimente. Megjithatë, Gazmend Bardhi ndihet i diskriminuar dhe fyer nga një vajzë 27 vjeçare, e cila e thëret yllo dhe xhan. Por jo rastësisht, duket se më të indinjuarit për këto ngacmime të një vajze ndaj Gazmend Bardhit janë shoqatat e grave dhe komunitetit LGBTI, të njëjtat shoqata të cilat nuk kanë reaguar asnjëherë kur Sali Berisha publikisht përdor gjuhë seksiste ndaj grave socialiste, kurse Komiteti i Helsinkit nuk quan viktima as qytetarët e Tiranës, kur ata sulmohen nga vandalët e Bardhit. Së pari ajo shërben si një vil ku Edi Rama mbyll pazaret e tij me krimin dhe pazaret e tij korruptive, është pa diskutim një simbol i diktaturës dhe sigurisht revolta qytetare ku shikojnë nuanca të atij regjimi të përsëriten 35 vite pas rënies së atij regjimi. Ajo shtëpi është simboli i urrëties, por zoti Bardhi tani ka kërkuar edhe shembjen e Kuvendit. Nëse shkon skenari i refuzimit kërkesës prokurisë dhe shndërrimit Kuvendit në një bunker kundër drejtësisë për të mbrojtur të korruptuarit, qytetarët do ta trajtojnë Kuvendin e Shqipërisë si bunker ku janë strehuar të korruptuarit dhe që do duhet edhe të shëmbet. Me siguri kjo deklarat nuk është e rastësishme. Mbështetja që i vjen nga Komiteti i Helsinkit, Gjeni Karaj dhe Altina Azizaj, tregon edhe një herë se rrethi po i mbyllet Edi Ramës. Shenja e kilometrit të tij të fundit nuk qen kanë protestat, as kërcënimet e Berishës, qen ka Aleanca Ylberiste, që dikur mbështeste lëvizjen mjaft, ndërsa sot mbështet Gazmend Bardhin. Gjykata e posaçme kërkon prokurorëve të dosjes së sterilizimit të argumentojnë ndryshimin e akuzës ndaj Ilir Beqës në fazën paraprake të gjyqit. Një muaj pas nisjes së gjykimit në themel, treshja gjykuese thotë se ky argumentim për akuzën e re vjedhje duke shpërdoruar detyrën në kuadër të grupit të strukturuar kriminal duhet t'i vjedh në dispozicion edhe mbrojtjes së të pandeurit. Në procesin e dosjes së sterilizimit ndaj ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqa, gjykata e posaçme ka kërkuar SPAK që të argumentojë të plot cila është akuza aktuale dhe pse u ndryshua nga shpërdorimi i detyrës kryer në bashkëpunim në veprën penale vjedhje duke shpërdoruar detyrën në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Ky argumentim sipas gjykatës së posaçme duhet i vjedhë në dispozicion edhe Ilir Beqait, si dhe mbrojtësve të tij ligjor të cilët kanë pretenduar të martën para tokave të zeza se nuk kanë në dispozicion akuzën e ngritur nga SPAK. Trupa gjykuese kryesuar nga Rudina Palloj dhe me relator Irena Gjokën e Erion Çelën i kanë lënë më shumë se një muaj kohë që të argumentojë akuzën nga SPAK, që u rikualifikua gjatë seancave paraprake me kërkesë të gjyqtarës paraprake Floriera Davidi. Seanca e radhës do të mbahet me datën 7 prill. Beqa në gjykimin e çështjes penale për aferën e sterilizimit dyshohet për veprën penale të vjedhjes duke shpërdoruar detyrën dhe grup të strukturuar kriminal. SPAK dyshon se janë kryer shkelje të ligjit me procedurat e dhënies së njërit prej koncesioneve më të kushtueshme të sektorit të shëndetësisë, me qëllim të vetëm shpalljen fitues të kompanisë së Ilir Rapajt dhe shtetasit italian Umbrës Staccini. Për të njëjtën çështje, po në një proces të ndarë, SPAK kërkon 36 vite 6 muaj burg për 8 të pandeurit e dosjes së sterilizimit, për ish-zëvendës ministrin e shëndetësisë Klodian Repaj dhe biznesmenin që fitoi tenderin e sterilizimit të pajisjeve mjekësore në shtet Ilir Rapajn. SPAK kërkoi dënimin me 10 vjet burg për secilin.
Shumë të rinj dhe fëmijë kanë probleme me dëgjimin që në moshat e hershme, specialistët thonë se një ndikim të madh në uljen e dëgjimit në këtë mosha kanë përdorimi i kufjeve me volum të lartë. 1 ndër 5 persona në Shqipëri kanë probleme me dëgjimin, por sipas mjekëve shumica e tyre mund të trajtohen nëse kërkohet ndihmë në kohë. 1 në 5 persona në vendin tonë shfaqen probleme me dëgjimin. Fëmijët dhe të rinjt me shqetësime të tilla vitet e fundit sipas mjekëve janë shtuar. Kjo për shkak të përdorimit të zgjatur të kufjeve me volum të lartë, qëndrimit apo punës në mjedise me shumë zhurmë dhe neglizhencës në trajtimin e infeksioneve të veshit. Ka një neglizhencë në trajtimin e këtyre infeksioneve duke pritur në thonjza që kjo të zgjidhet vetë. Por shpeshherë japin probleme dhe më të rëndësishme se sa një infeksion i thjeshtë. Ka rënë ky miti që rënia e dëgjimit është e fokusuar vetëm te moshat e mëdha. Absolutisht jo. Pra sot po shikohet një rritje tek adoleshentët, kjo për shkak të praktikave të gabuara siç janë të përdorimit të teknologjisë, siç është përdorimi i kufjeve, qëndrimi në ambiente të zhurmshme. Kufjet duhet mbahen afërsisht 67% të volumit të tyre, po jo më shumë se sa 1 orë apo 2 orë në ditë, ndërkohë ne sot kemi të rinj të cilët i përdorin ato një kohë shumë më të zgjatura dhe me një volum shumë më të lartë. Që automatikisht këto prodhojnë një problem me dëgjimin. Rreth 60% e problemeve të dëgjimit sipas mjekëve mund të parandalohen dhe trajtohen. Prandaj në ditën botërore të dëgjimit, mjekët apelojnë për të kërkuar ndihmë sa nuk është vonë. Shpeshherë ne e marrim dëgjimin të mirëqen dhe kujtohemi për të vetëm në momentet kur fillojmë që të kemi problemet e para, siç janë zhurmat në vesh, siç janë vështirësi në përqendrim. Ndoshenjat kryesore të cilat duhet alarmojnë çdo person është kur dikush i flet nga mbrapa dhe ai nuk e ka dëgjuar që i ka folur, ose nëse është në një grup njerëzish dhe ai e ka të vështirë që të kuptoj se çfarë thuhet. Pyetjet e shpeshta si çfarë ma përsëritet edhe një herë. Tek fëmijët, sidomos shpesh herë klasifikohen si pavëmendje. Fëmijët nuk janë të pavëmendshëm për shkak të lojës, por ndoshta fëmia nuk ka dëgjuar atë çfarë ju i keni thënë. Kështu që nëse ju i flisni dhe fëmia nuk kthen përgjigje dhe duket sigurisht i pavëmendshëm, kjo duhet të alarmojë prindrit. Nëse tek fëmijët probleme të tilla nuk trajtohen në kohë, mjekët thonë se ndikojnë në zhvillimin intelektual të tyre, ndërsa tek të rriturit bën shkak për izolim social. Ndërkohë problemet e dëgjimit, studimet e fundit i lidhin me Alzheimerin në moshë të vonë. Ishte gjithçka e përgatitur edhe për edicionin e mesditës. Më tepër njoftet klikoni në webin tonë abc.news.al për tjera zhvillime. Në radio na gjeni në frekuenca 105 FM. Mirë, në vim do t'jeni me kolegun Ertan Prifti në Sport Center, qëndroni me ABC.